Një përplasje mes dy të miturve në shkollën private DEA 2001 në lagje numër 3 të Sarandës ka degraduar deri në përdorimin e një mjeti prerës mëngjesin e kësaj mërkure. Ngjarja ka ndodhur në oborrin e shkollës para fillimit të procesit mësimor, ku një mosmarrëveshje për përparësi në rrugë mes dy nxënësve ka degeneruar shpejt në konflikt fizik. Sipas burimeve nga shkolla, 13 vjeçari fillimisht është përfshirë në grindje me fjalë me 15 vjeçarin, për të cilin pretendonte se i kishte zënë rrugën. Më pas ai ka nxjerrë një thikë që e kishte me vete dhe ka goditur bashkëmoshatarin në qafë. I mituri i lënduar është transportuar menjëherë në spital, ku mjekët i kanë dhënë ndihmën e nevojshme dhe i kanë qepur plagën. Pas trajtimit, 15 vjeçari është larguar nga ambientet e spitalit, ndërsa gjendja e tij raportohet jashtë rrezikut për jetën. Policia e Sarandës ka nisur hetimin për të identifikuar dhe kapur 13 vjeçarin, i cili është larguar nga shkolla menjëherë pas incidentit. Autoritetet po punojnë për të mbledhur dëshmitë e nxënësve të tjerë dhe të stafit mësimor, si dhe për të dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes. Ky incident rikthen shqetësimin për sigurinë në shkolla dhe nevojën për monitorim më të rreptë të sjelljes së të miturve, si dhe zhvillimin e programeve për menaxhimin e konfliktit dhe edukimin mbi përdorimin e dhunës.